Rruga e plazhit të vjetër është një ndër segmentet kryesore rrugore të qytetit, për shkak se lidh disa zona, bllokë banimi, por edhe për faktin se duke vazhduar më tej, mund të shkosh në drejtim të fshatrave Zvërnec dhe Nart, por edhe pranë portit të Peshkimit. Në këtë rrugë, për shkak të gjerësisë së saj, por edhe zonave që lidh, kalon çdo ditë me 10 automjete të tonazhit të rënd. Mjete këto të cilat janë të përfshira në sektorin e ndërtimit në qytet, mjete private, por edhe të kompanive të cilat realizojnë projekte të ndryshme infrastrukturore në Vlorë. Të mjafton të qëndrosh vetëm pak minuta në rrugën e plazhit të vjetër për të parë qarkullimin e shpeshtë të këtyre mjeteve përgjatë segmentit rrugor. Këto mjete janë kthyer sot në një prej faktorëve të shtimit të ndotjes tej normave të lejuara në qytet. Mjafton të ndjekësh pamjet dhe mund ta vërtetosh fare mirë këtë gjë. Kamion, mjete të tonazhit të rënd qarkullojnë pa mbulesën sipër karoserive të tyre, duke bërë që dherat, mbetit inerte, balta apo pa pastërtit të dalin prej tyre dhe të përfundojnë në rrugët e qytetit. Madje edhe karoseria e tyre është tepër pis, e mbuluar nga dhera dhe balta, të cilat përfundojnë më pas në rrugët e Vlorës, duke rritur ndotjen në qytet. Përgjatë këtij aksi, qarkullojnë dhe automjete si betonieret apo mjetet të cilat hedhin beton në lartësi të konsiderueshme. Sigurisht që as këto mjete nuk kanë masa mbrojtëse, duke bërë që ndotja të shtohet edhe më tepër, pasi një pjesë e llaçit që përgatitet në këto mjete përfundon në rrugë, duke u kthyer në burim aksidenti për mjetet që vinë më pas. Mjetet e tonazhit të rënd janë kthyer edhe në një shqetësim për qarkullimin rrugor, por edhe për këmbësorët, për shkak se përgjatë këtij segmenti ecin me shpejtësi tej normave të lejuara. Megjithëse në zonë shënohen në tabelat vertikale që shpejtësia është 40 km/h, këto mjete ecin me një shpejtësi edhe më të lartë, por edhe në shumë raste 2 apo 3 fish më të lartë, duke u kthyer në burim aksidenti për automjetet e tjera, por njëkohësisht edhe të rrezikshme për këmbësorët.